Weber, ato si pas ka pyetur, ama shkurtimisht të ti përgjigjemi kush është bllokues dhe kush është duke dashur ta zhbllokojë situatën politike. E nisim me Çollakun. Çollak ashtu titull shkurt, e din tamam për kse. Mja qitë pikën. Mja qitë pikën, me njerë. Kushtem, kjo puna blokat, është varsisht nga kjo përqinja. Tash kur livdohesh atje që i ki fitu zgjedhjet, e ki përgjithsinë edhe qaq në përqinje të blokat. Unë mendoj që blokuesi më i madh është Albin Kurti, pa i përjashtuar edhe këta, po fuqia... Kaç, u kry, pik. Jo, s'është pika qëta. Po haq nëse dan mja qitë si titull në e kisha. Titull. Ti vëthu blokuesi më i madh Albin Kurti, por blokuesi këta tjetra. A i bje kështu? Në referuar votës që kanë. A i bje kështu? Faleminderit. Muj. Një fjali. Mendoj që blokues janë partitë politike të cilat tentojnë me relativizue verdiktin e qytetarëve në zgjedhjet e fundit. Që i bje kush? Nuk po duhet të s'po di, ende nuk kjo është shumë koncepti gjerë muja. Nuk kanë jap ndonjë informat më të thellë, por se nëse shohim për zgjedhjeve të kaluara, mendoj ka qenë në qartë që kanë qenë partitë opozitare bllokuese. Rama ti? Cila ishte pyetja kushte? Kush është bllokues, kush është zhbllokues? Kushtem të kum pasëm për këtë pyetje mësëm vetë. Kjo është pyetje ndaluar. Pyetje ndaluar YouTube, pyetje ndaluar ja çfarë thotë. Edhe zhbllokues ose bllokues janë partitë politike, që dyhet. Partitë, po. Se analistat mirë. Diplomatike fetan. Qëndrimi asnjëns. Nuk varet, po me përmbledh është mungesa e vullnetit politik në mesën e këtyre subjekteve politike. Deta. Kjo është. Bllokues, zhbllokues. Unë jam për zhbllokim. Ti e tim, ti e për koalicion. Po, në rregull, po. Kush është bllokues? Po gjithë. Gjithë. Kushtërim, unë mendoj që mekanizmin bllokuese kanë caktuar gjyqtarët e gjykatës kushtetuese të vitit 2011, që ka vazhdu kjo bllokues gjykata kushtetuese. Po, dhe vitit 2011 flas, gjyqtarët disa, jo kresë, i kemi dy mendime mos pajtuese të gjyqtarëve ndërkombëtar që i kanë dhënë në lidhje me këtë temë. Unë mendoj që ky vendim është bërë për shkak të hatërmbetjes shqiptare kosovare në atë kohë, që fatkeqësisht edhe pastaj kjo bllokadë kanë qenë komfort të deputetëve të parlamentit